Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Ja ku jemi me intervistën e radhës, ku mysafir do ta kemi Albi Qamilin, zëvendës kryetar i komunës së Tetovës. Mirë se erdhe, zoti Albi. Mirë se ju gjetëm, kënaqësi të jem këtu pranë jush. Kënaqësia do të jetë edhe jona. Jeni emëruar si zëvendës kryetar i komunës së Tetovës. Rrallë herë, ka kështu raste, po mendoj pozicionet këtilla në disa komuna, por nuk është praktikuar në shumicën e komunave. Për herë të parë një pozicion i tillë në komunën e Tetovës. A mund të na flisni diçka për lidhur me kompetencat e juaja, çfarë mbuloni realisht aty në komunë? Fillimisht pozita e zëvendës kryetarit të komunës së Tetovës është krijuar pikërisht për ta bërë komunën më efikase dhe më funksionale. Kompetencat e mia janë të përcaktuara qartë me vendimin e kryetarit Bilal Kasami, vendimi i cili më obligon mua që të mbuloj disa sektore, të ndjek projektet kapitale, të mbikëqyr vendimet, miratimin, realizimin e vendimeve të Këshillit Komunal, po duke lënë anash aspektin juridik, kjo pozitë nuk është simbolike sa është operative. Kryetari Bilal Kasami me gjithat punë u duheshte të ketë një dorë të gjatë, jo vetëm për ta zëvendësuar, po edhe në punët e përditshme. Këtë pozitë unë e kam pranuar me shumë përgjegjësi dhe mirënjohje, natyrisht duke qenë i vetëdijshëm dhe duke pat gjithmonë mendje përkrahjen që mu dha në zgjedhjet e fundit, ku kryesova listën për këshilltar, ku mora diku te 16.000 vota, dhe kështu jam i gatshëm dhe i vetëdijshëm plotësisht për të përballuar ritmin e lartë të punës që po bën Bilal Kasami në komunën e Tetovës. Cilat janë ato objektivat, qëllimet ose prioritetet e juaja personalisht, po mendoj brenda këtyre kompetencave të cilat sapo i numërua? Po, prioriteti im natyrisht është realizimi i premtimeve të dhëna gjatë fushatës, gjithsesi realizimi i programit që ne dolëm për të kërkuar votën e tetovarëve në zgjedhjet e 19 tetorit. Nëse më duhet të veçoj diçka konkretisht, padyshim se ajo është projektet që kanë të bëjnë me rinin, se kryesisht votat në zgjedhjet e fundit i kam kërkuar nga rinia dhe vetë bëj. Edhe ju i përkisni atij brezit, të relativisht të ri. I përkas brezit të rinis, sot në Tetovë po bëhen shumë projekte infrastrukturore që kanë të bënë me rinin. Sot në Tetovë po ndërtohen shkolla të reja, po ndërtohen pishina, po ndërtohen terene sportive, dhe ajo që është e rëndësishme, për mos thënë më e rëndësishmja, është institucionalizimi i qendrës rinore. Për herë të parë në histori, komuna e Tetovës, një komunë në Maqedoninë e Veriut, dhe kjo do të jetë komuna e Tetovës, do të ketë një qendër rinore të institucionalizuar, pra do të ketë një institucion në kompetenca të komunës së Tetovës, që do të ketë qendra rinore ku do të bëhen aktivitete të shumta rinore, kulturore, me qëllim fokusin ta kemi tek rinia, tek zhvillimi i aktiviteteve që kanë të bënë me rinin tetovare, aktiviteteve kulturore e kështu me radhë. Mirëfillet dihet se këshillin komunale ka një larmi, këshillin komunale përbëjnë këshilltarët komunal të disa subjekteve politike. Pyetjen e kam, a keni një qasje kështu konstruktive nga këshilltarët opozitar kushtimisht, ose a ka obstruksione të cilat e pamundsojnë her pas here, ose zvarrisin sjelljen e vendimeve të caktuara në këshillin komunal? Si është ky raport mes? Po, ka dallime politike që janë normale, por të jemi sinqert, kam pritur më shumë konstruktivitet nga opozita. Për mua, për shembull, ishte absurde se opozita nuk votoi vendimin për zbukurimin e qytetit të Tetovës, që patëm në seancën e parafundit, me sa ditë, Këshillit Komunal, kur
4 vite me radhë kur nuk u zbukurua qyteti për shkak të gjendjes të mjerueshme financiare që ata e lanë, ata nuk heshnin duke thënë se nuk zbukuroi qyteti. Në momentin që ne e sollëm këtë vendim në Këshillin Komunal që për herë të parë në mandatin ton, në udhëheqjen tonë të zbukurohet qyteti i Tetovës për festat e fundvitit, ata nuk e votuan këtë vendim. Pra këtë kulturë të destruktivitetit që të kundërshtosh çdo gjë që vjen nga opozita, unë nuk arrit ta kuptoj. Pavarësisht dallimeve politike, partijake, ne këto inate duhet t'i lëmë ndonjëherë anash kur vjen në shprehje interesi i Tetovës, interesi i qytetarëve tetovar dhe të votojmë vendime në Këshillin Komunal që kanë të bëjnë për të mirën e gjithë qytetarëve të Tetovës. Shpresoj që opozita nuk do t'i zhgënjej qytetarët e Tetovës, edhe pse them drejtën e filluan mbrapsht. Normale, megjithëse nuk janë normale, po një gjë të tillë kishim edhe në qytetin e Shkupit, domethënë pikërisht në mosvotimi ose mos përkrahje e disa iniciativave, respektivisht projekteve kapitale për pjesën, them kushtimisht shqiptare këtu në Çejër. Në qytetin e Shkupit nuk votuan ato këshilltarët e AKI-s. Domethënë pak a shumë kjo puna e obstruksionit gati se te ne shqiptarët është shndruar në një dukuri pothuajse normale. Si e keni punën Tetova? Keni filluar me ato aktivitetet e nevojshme për realizimin e atyre projekteve infrastrukturore, sepse më ranë sy një projekt i tillë, respektivisht një bulevard, apo çfarë ishte ajo? Ishte një aeroporti i Tetovës. Po, ajo po edhe kishte edhe diçka tjetër, pas aktivitete kështu ndërtimore. Për të thënë se a kemi rifilluar me punët në komunë Tetovës, duhet sepse ju gjatë fushatës edhe keni premtuar. Duhet jemi ndalu. Këtu është dallimi se ne jo se kemi rifilluar me punët, ne kemi vazhduar me punët se s'jemi ndalë asnjëherë, bile tashmë i kemi intensifikuar. Sot po punohet në 4 anët e qytetit të Tetovës, po bëhen projekte të mëdha infrastrukturore kapitale, ajo që e përmendet edhe ju, së shpejti ne do të lëshojmë përdorim edhe depërtimin dhe vazhdimin e segmentit fundit të bulevardit Vësëbato që lidh qytetin me fshatin Poroj, Xhepçish dhe fshatrat e komunës së Tearcës, një segment shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me lirimin e komunikacionit që ka krijuar radhë të gjatë për gjithë ato fshatra që janë lidh me magjistralën Tetov-Jazhinj, që ka lidh fshatrat Poroj, Xhepçish, komunës të Tearcës, që i ka lidh me Tetovën. Sot më ajo problematik nuk do të jetë, me përurimin që do ta bëjmë së shpejti të bulevardit Vësëbato, apo njihet ndryshe nga qytetarët dhe njerëzit si aeroporti i Tetovës, nuk do të ekzistojnë më këto radhë të gjata. Në Tetovë do jesh për shumë shpejt ky bulevard prej 1,5 kilometër segmenti i fundit dhe 1 kilometër ai që përuruam para zgjedhjeve, po e lehtëson në masë të madhe qarkullimin në Tetovë, po mundson lidhjen e qytetit, lidhjen e shpejtë të qytetit me fshatrat e asaj zone. Përveç kësaj, ne jemi duke realizuar edhe shumë projekte tjera në terren. Në Tetovë po ndërtohen 2 shkolla të mesme, 2 objekte shkolla të mesme, shkollës së mesme tekstile dhe gjimnazit 7 Marsi. Në Tetovë po ndërtohen 2 pishina të mbyllura. Në Tetovë po ndërtohet qarkorja që do të lidh fshatin Lisec me Kodrën e Diellit. Në malësitë të Tetovës ne përuruam asfaltimin, rikonstruimin e rrugës së fshatit Shipkovic. Së shpejti do të përurojmë dhe po punohet intensivisht që të lëshohet në përdorim edhe rruga e fshatit Selc, rruga e fshatit Llaz dhe shumë projekte që unë vërtet nuk arrit t'i numëroj. Pra, ashtu siç e thash edhe në fillim, puna në Tetovë nuk është ndalur, puna në Tetovë vazhdon, është intensifikuar me një ritëm më të madh dhe ne do të realizojmë ato premtime që i dham para qytetarëve. Është
mandati që ne duhet t'i japim hop zhvillimit. Mandati I parë ishte për të stabilizuar atë gjendjen atë katrahur që na la udhëheqësia paraprake, për ta stabilizuar gjendjen financiare, siç e dini, arritëm të ulim borxhin, u munduam që komunën, funksionimin e komunës së Tetovës ta futim në binar dhe ky mandat është mandati për t'i dhënë hov zhvillimit. Hapëm një kapitull 3 të Tetovës, unë e them shpesh se mandati Bilal Kasami 2 duhet t'ja thej rekordin mandatit Bilal Kasami 1 dhe prandaj ne kemi intensifikuar prej ditës muaj të parë pas zgjedhjeve kemi intensifikuar punët që po bëhen në qytet dhe do të arrijmë që gjitha ato premtime që I dham para qytetarëve t'i realizojmë në terren. Një praktikë, si të them, kushimisht e mbrapsht, të cilën zakonisht e kanë përdorur këto udhëheqësit lokale, është ajo se zakonisht aty ku fitojnë zonat, ku fitojnë ose ku kandidojnë dhe fitojnë mandatin, aty pastaj vazhdojnë edhe të investojnë apo të përkujdesen për ato zonat. Një praktikë e tillë te ju zbatohet apo nuk zbatohet, apo punohet edhe në zonat ku, them, kushtimisht nuk keni kaluar mirë gjatë zgjedhjeve? Absolutisht jo, Tetovën ne nuk e ndajmë në zona tonët apo tuajt, po është e vërtet se edhe po ta ndanim ashtu ne duhet të punojmë gjithë Tetovën se gati në gjitha vendvotimet kemi fitu, por nuk është ashtu, qytetarët e dinë, e përmend edhe pak më herët, në një nga fshatat ku ne kemi dalë pak më dobët me votat në zgjedhjet lokale, sepse ka qenë fshati kundër kandidatit Bilal Kasamit, fshati Selc, ne për pak ditë do po punohet intensivisht që rruga e fshatit Selc të lëshohet në përdorim, është rikonstruar e tëra, do të asfaltohet me gjithën infrastrukturën përcjellse. Ne po punojmë për gjithë qytetarët pa dallim, sot po punojmë në pjesën e poshtme të qytetit, po punojmë në malsinë e Tetovës, po punojmë në fshatrat e Tetovës, po punojmë gjithkund aty ku ka nevojë për të punuar, nuk mund t'i ndajmë qytetarët në ata që na kanë votuar dhe nuk na kanë votuar. Prandaj sot në Tetova po zhvillohet në të 4 anët e saj. Në atë spektrin e premtimeve gjatë fushatës zgjedhore, keni patur edhe transportin publik falas. Çfarë keni ndërmarrë në këtë drejtim? Do të realizohet gjatë këtij mandati? Po, padyshim, transporti publik falas do të bëhet, këtë e kemi premtuar në fushat dhe do ta realizojmë. Tashmë ka filluar procedura e fizibilitetit, ju e dini se kjo nuk është vetëm një nënshkrim apo vetëm një ngritje dore për sjellur një vendim të tillë, po ka shumë dokumentacione, shumë studime, duke e marrë se sa duhet komuna e Tetovës të subvencionoj plus në ndërmarrjen e transportit, në transportin publik në Tetovë, edhe pse deri tani Komuna e Tetovës ka subvencionuar këtë ndërmarrje, po tash duhet të shifet edhe sa duhet të rriten ato subvencione për të bërë komplet transportin publik, por ajo që mund t'ju garantoj është se këtë premtim ne do ta mbajmë, transporti publik falas do të bëhet në Tetovë. Ky vendim përveç se do të ta lehtësoj komunikacionin në Tetovë, ky vendim do të kontribuojë edhe në ajër më të pastër në Tetovë, siç kemi raste të alarmante kohëve fundit me ndotjen e ajrit nëpër qytetet tona. Transporti publik falas do të kontribuojë edhe në këtë aspekt, një ajër më të pastër, më pak ndotje nga makinat dhe një komunikacion më të lirë. Tani po ndrojmë pak fokusin e pyetjeve, po flasim me që jemi tani në fushat edhe për zgjedhjet të cilat do të përsëriten në 4 komunat, mesin e aty edhe 2 komuna me shumicë shqiptare, Vrapçish dhe Gostivar. Ju në zgjedhjet e fundit lokale, pothuajse më duhet ta pranoj në mënyrë kështu plebiscitare keni triumfuar këtu në Shkup me rrëthin dhe në Tetovë me rrëthin. Mendoni se kjo inercion i cili është kriju, apo kjo frymë pozitive e cila është kriju nga triumfin këto zgjedhjet lokale, mund të ndihmojnë në këtë drejtim edhe në zgjedhjet e përsëritura që do të jenë në Vrapçish dhe Gostivar? Padyshim se fitoria në këto 4 komuna ka sjellur një frymë tejet pozitive. Realisht jemi të sinqert, puna e bërë gjatë mandatit kaluar nga
Bilal Kasamin, Tetov dhe Blerim Sejdi Unxhelin e ka bërë më të lehtë që qytetarët të vendosin në Pollok, se kam pat një model se si punohet për qytetarët dhe kam pat një model krahasimi me udhëheqësitë paraprake. Polloku në zgjedhjet e 19 tetorit e tregoi se është për ndryshim, tregoi se ka nevojë për vizionin e Vlenit dhe mendojmë se ky inersion, ashtu siç e thatë edhe ju, do të ndikojë edhe në komunën e Gosivarit dhe në komunën e Vrapçishit me 19 janar. Besoj se me 19 janar në Gosivar dhe Vrapçish do të betonohet edhe një herë fakti se realiteti i ri i shqiptarëve Maqedonisë së Veriut është Vleni, dhe se do t'u japin shans kandidatëve të Vlenit, gjithsesi edhe kandidatit të pavarur në Vrapçish që mbështet koalicioni Vlen, do t'u japin shans që të menaxhojnë me këto komuna, pasi që qytetarët edhe me 19 tetor e treguan këto, duke dhënë besimin që Vleni të udhëheq me shumicat e komunave shqiptare. Me 19 janar presim që qytetarët të votojnë edhe për kandidatin e Vlenit komunën e Gosivarit, edhe për kandidatin e pavarur komunën e Vrapçishit, të cilin e mbështet koalicioni Vlen. Sigurisht çdo komunë ka specifikat e veta, por unë besoj se kjo frym pozitive do ta përfshijë edhe Gosivarin edhe Vrapçishin. Si janë raportet në koalicionin Vlen, ku bëjnë pjesë katër partitë politike? Shoh se në njërin anë flitet për shkrirje në një subjekt politik, ndërkohë realisht mediat paraqesin ditëve të fundit, sidomos ato që janë pro opozitës, paraqesin hapësirë informative ku manifestojnë gjoja pakënaqësi në radhët e Vlenit. Po Vlen është koalicioni përbërë nga 4 subjekte politike dhe 2 lëvizje politike, dhe normalisht se brenda ka mendime ndryshe, ka debate të lloj-llojshme, por pavarësisht kësaj, për edhe më mirë se pritjet e opinionit, po kemi sinqert, kemi funksionuar më mirë edhe se pritjet tona, ashtu siç e thash, mendime ndryshe brenda, debatet ekzistojnë, por ajo që është e rëndësishme, qëllimi kryesor është vizioni, ndryshimi, progresi për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, me përkrahjen që na dhanë qytetarët në zgjedhjet e fundit lokale, ata qartë përçuan një mesazh se duan ta shohin Vlenin bashkë në një parti politike dhe po punohet brenda organeve për gjetur mënyrën se si më mirë ky koalicion të shndrohet në një parti dhe në një subjekt të vetëm politik. Kanë paralajmëruar, në mesin atyre që kanë paralajmëruar rikonstruimin, është edhe kreu i ekzekutivit Christian Mickovski. Flitet edhe kohëve të fundit, sidomos në për mediat për rikonstruimin, thuhet se ai do të ndodhë në pjesën e parë të vitit 2026, vitit të ardhshëm. Rikonstruimi varet edhe nga raportet brenda Vlenit? Jo, rikonstruimi mendoj se varet nga performanca më shumë. Ne kemi dëshmuar se në Vlen emrat e përveçëm nuk janë debat prioritar, por puna dhe nevojat e qytetarëve. Në këtë aspekt, në këtë drejtim po bëhen edhe analizat brenda Vlenit. Nëse këto analiza na tregojnë se ka nevojë për ndonjë lëvizje, atëherë mund të ketë rifreskim të përbërjes qeveritare edhe në kampin shqiptar, të cilin e përfaqëson Vlenin, por unë ju garantoj se kjo do të motivohet, përsëri e them, nga performanca, nga funksionimi më i mirë dhe më efikas, dhe jo nga dinamikat brenda koalicionit Vlen. Tani po kalojmë pak te kongresi i cili u paralajmëruar si kongres fshtesi ndryshimet të mëdha, ndryshimeve reformuese në Bashkimin Demokratik për Integrim. Me të madhe, përfaqësuesit e lartë e këtij subjekti politik thonë se kanë ndryshuar, megjithëse unë diçka tillë s'kam parë, kanë ndryshuar diku 60 deri në 70%, por megjithatë unë përmend edhe një ditë ato 3 shtyllat bazike brenda
reformës të cilën kanë ndodhur janë Ali Ahmeti, Bujar Osmani dhe Arber Ademi. Domethënë njerëz që kanë qenë bartës të pozicioneve dhe të lëvizjes së Bashkimit Demokratik për Integrim këtë mandatin e fundit. Si e pat ju kongresin? Ndodhen ndryshimet apo nuk ndodhen ndryshimet, apo ishin të karakterit krejt kozmetik kështu? Po, unë mendoj se jo vetëm ne, po e gjithë opinioni e pa se këto thuhet se kushtimisht ndryshime ishin kozmetike, sa përsi e faqe kjo është hera e tretë me sa e di unë që BDI-a po veçpallët e reformuar. Esenca e reformës është që ai që ka qenë bartës i një betejë nëse humb duhet të largohet dhe kjo nuk ndodhi tek BDI. Ali Ahmeti vazhdon të jetë kryetari i BDI-s. Ato ndryshime që ato thirrën se kanë bën reforma janë thjesht kozmetike, ku vendimarrësit e vërtet, figurat e vjetra vetëm se janë tërhequr një hap pas në prapaskenë dhe po mbajnë frenat nga prapaskena për këto figura të është të quajtura të reja që ata vetë i kanë vendosur në kryesin kushtimisht të re të Bashkimit Demokratik për Integrim. Përsëri e them, reforma duhet të nisë dhe të iniciohet nga ai që ka humbë betejën. Këtë rast betejën e ka humbë Ali Ahmeti në zgjedhjet lokale dhe ai u duheshte që të tërhiqet i pari. Derisa ai qëndron në krye të BDI-s, çdo lloj ndryshimi kozmetik më poshtë është vetëm sa përsye faqe të opinionit. Një ndryshim real nga kjo që po flasim, që po themi kjo pjesa që po themi është ndryshuar, mu më rëndësi kështu kreu i degës Tetovës që ishte edhe një herë ishte edhe kandidat për kreun e komunës Tetovës, Bajram Recep. Si e vlerësoni ju këtë lëvizje brenda degës së BDI-s në Tetovë? Është çështje e brendshme e BDI-s, po megjithatë mua më duket paradoks që dyshja Bajram Recepi dhe Faton Ahmeti që pësuan një debakl zgjedhjet e fundit në Tetovë, Bajram Recepi si kandidat, Faton Ahmeti si shefi shtabit dhe kryetari degës së Tetovës, pësuan një humbje historike me një dallim mbi 5.000 vota dhe duke thirrur në meritokraci dhe në reformë, sot ato di po gëzojnë pozitat e reja në Bashkimin Demokratik për Integrim. Po problemi i tyre në Tetovë nuk është emri i funksionarëve dhe kryetarëve, problemi i tyre në Tetovë është besimi i qytetarëve. Këto dy emra e provuan, nuk arritën ta rikthejnë besimin e tetovarëve, por ajo që është më absurde është se përsëri këta po gëzojnë pozitat e reja në BDI, njëri kryetar dege dhe tjetri nën kryetar parti. Zoti Qamili, këto ishin ato pyetjet që ne i parapam për intervistën me ju. Nëse s'keni diçka të shtoni, ju falenderojmë për kohën që ndat për këtë emision. Faleminderit edhe nga ju, kënaqësi. Faleminderit.